Lani flokët 2 herë në javë me uthull molle dhe do befasojeni çfarë ndodh me flokët tuaj. Të kujdesesh për flokët në ditët e sotme është shumë e thjeshtë se më parë. Kjo edhe falë shumë llojshmërisë së produkteve të cilat mund t'i gjeni fare lehtë në treg. Por pavarësisht kësaj, duket sikur femrat nuk gjejnë asnjëherë qetësi për sa u përket flokëve të tyre. Do të ketë gjithmonë diçka që shkon keq me flokët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Flokë të djegur, maja dyshe që këputen, flokë të thatë që elektrizohen sa hapen syt. Nëse jeni të lodhura me produktet agresive, në këtë video sipas Bright Side do ju propozojmë një mënyrë interesante dhe të thjeshtë se si mund të lani flokët tuaj në mënyrë natyrale. Ky produkt është një aleat shumë i shëndetshëm i kujdesit për flokët. Njihuni me disa nga përfitimet kryesore që do të merrni. Balanconi kështu edhe nivelin e pH-it të flokëve dhe skalpit të kokës. Niveli ideal i pH-it të flokut duhet jetë në nivelin 4 dhe 5, por me shumë produkte si shampot ose balsamet i çrregullojnë në këto norma dhe përpasoj keni flokë të thatë dhe të djegur. Aciditeti natyral i uthullës së mollës rregullon pH-in e flokut të dëmtuar nga yndyrnat e larta dhe gjithashtu edhe nga sebumi. Luftoni zbokuthin. Uthulla e mollës ka veti të forta antibakteriale edhe antimykotike. Lufton bakteret që shkaktojnë zbokth dhe kruajtje dhe thatësi të skalpit të kokës. Hidratoni flokët. Uthulla e mollës është një hidratuese shumë e mirë natyrale në përdorimin e flokut tuaj. Mjafton që të bëni gjithashtu një aplikim shumë të thjeshtë në flokun tuaj dhe më pas atë ta krihni me lehtë. Kështu do të përmirësoni dukjen e flokut dhe do të ndihmoni që të keni flok të shëndetshëm dhe të gjatë. Por si ta përdorni uthullën e mollës për të marrë këto përfitime të cilat i përmendëm më herët? Së pari, është shumë e rëndësishme të zgjidhni një uthull molle organike, pasi vetëm në këtë mënyrë do të përfitoni nga vetitë e saj të mrekullueshme për cilësinë tuaj të flokut. Lani flokët tuaj si zakonisht. Përdorni ujë të vakët me një shampo organike. Në larjen e fundit merrni një gotë ujë me uthull molle dhe lagni flokët. Mund të përdorni një shishe spray për më shumë lehtësime. Masazhoni rrënjën e flokut me delikatesë dhe më pas majat e tyre. Pas 5 minuta sheshplani kokën pa përdorur balsam. Uthulla mund të lëshojë fillimisht një erë të fortë, por kur flokët janë të thatë dhe të jenë zhdukur krejtësisht, përsëriteni këtë trajtim të paktën 2 herë në javë. Kjo mund të jetë një mënyrë alternative se si mund të ndihmoni flokun tuaj të jetë më i shëndetshëm me përdorimin e uthullës së mollës. Por nëse nuk e preferoni këtë trajtim, ka mënyra të ndryshme të cilat do t'japin rezultate fantastike në flokun tuaj. Flokët janë shumë të rëndësishëm për çdo femër dhe shpesh për shkak të erës, diellit, ujit dhe faktorëve të tjerë të jashtëm, ashtu dhe ato të brendshëm, dëmtohen, dobësohen ose bien. Në këtë video do të sjellim disa maska që kanë efekte të mrekullueshme për flokët, që janë tepër të lehta për të përgatitur në kushte shtëpie. Një prej tyre gjithashtu është maska me avokado. Maska me avokado është perfekte për të lehtësuar flokët e thatë dhe të djegur, pasi jep flokëve butësi dhe shkëlqimin e munguar. Grini në mikser një kokër avokado dhe e përzieni me gjysmë gote qumësht, një lugje dhe vaj kokosi. Aplikojeni maskën nga rrënja e flokut deri te majat dhe më pas e lini për 15 minuta. Maska me vezë është një nga më të përdorurat për rigjenerimin e flokut tuaj. Maska me vezë është një hidratuese shumë e mirë dhe e butë e shëndetshme e flokut, që mund t'jap gjithashtu rezultate të shumë pritura në mbrojtjen e tyre. Duke qenë se është e pasur me proteina, ushqen rrënjën dhe rrimëkën flokun e dëmtuar ose edhe flokun e djegur. Ajo është një nga mënyrat më të përdorura për aplikimin e maskave natyrale, të cilat në kushte shtëpie do ju sjellin një ndryshim rrënjësor të flokut tuaj. Përdorimi i këtyre maskave në kushte shtëpie sigurisht që do të jetë një alternativë shumë e çmuar për shëndetin e flokut dhe rigjallërimin e tij. Për të realizuar këtë maskë ju duhet të rrihni një të verdh veze me 2 lugje dhe vaj ulliri, një filxhan gjithashtu edhe me qumësht dhe një kokër limoni të shtrydhur. Aplikoni maskën nga rrënja tek majat.
dhe më pas e shplanje të me ujë të bollshëm pas 15-20 minutash. Kështu do të merrni flokë të shëndetshëm dhe mbi të gjitha një rigjallërim më të mirë të tyre. Maska me kos është një tjetër alternativë që në kushte shtëpie mund të japë rezultate më fantastike. Nëse flokët tuaj kanë humbur gjallërinë dhe ndotja e tepërt nga produktet kozmetike mund të dëmtojë edhe stilimin e tyre, maska me kos është ideale për t'i dhënë flokëve tuaj shkëlqimin e munguar. Merrni një gjysmë filxhani kos dhe filloni të masazhoni flokët me ngadalë. Kosi duhet jetë ai i bërë vetë natyral dhe jo ato të blerë në markete. E lini maskën në flokë për 15 deri në 20 minuta dhe më pas e shplani atë normalisht me shampo. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për shëndetin tuaj të flokut dhe mbi të gjitha edhe në rigjallërimin më të mirë të tyre. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe maskën me banane si një alternativë shumë të mirë për shëndetin tuaj të flokut. Banania është e pasur me vitaminën A, E dhe C, që ndikon gjithashtu edhe në përmirësimin e dukshëm të skalpit të kokës. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse në rigjallërimin e flokut tuaj dhe lehtësimin e papastërtive të tyre. Për përgatitjen e kësaj maske, ju duhet të grini të paktën 2 banane dhe t'i përzjeni me një lugë gjedhe vaj ulliri, një lugë gjedhe vaj kokosi dhe një lugë gjedhe me mjaltë. Lini maskën në flokë për 5 minuta dhe më pas e shplani atë edhe me ujë më të vakët. Flokët tuaj do të shkëlqejnë dhe do të zbuten shumë shpejt. Kështu do të ndihmoni në rigjallërimin më të mirë të tyre dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme që i hasen flokët tuaj. Maska me vaj are kokosi. Vaji are së kokosit është perfekt për flokët e dëmtuar ose edhe për flokët e thatë. Për përgatitjen e kësaj maske duhet të ruani porcionin 2:1. Vaji i kokosit, vaji ullirit sipas sasive ka nevojë floku juaj mund të aplikohet në recetat tuaja të ndryshme dhe rezultatet që do të merrni do të jenë flokë më të shëndetshëm, plot gjallëri dhe mbi të gjitha do të keni edhe një mbrojtje më të mirë natyrale. Vaji are së kokosit mund të përdoret si një mënyrë alternative për shëndetin tuaj të flokut. Aplikojeni maskën e mbetur dhe mbulojeni atë me një qese dushi dhe më pas e mbani atë për të paktën 30 minuta. Kështu mund të bëni një larje normale me ujë të bollshëm. Edhe maska me lule shtylle mund të jetë një alternativë shumë e mirë për rigjenerimin më të mirë të flokut tuaj dhe lehtësimin e papastërtive të tyre. Nëse keni flokë të yndyrshëm, një maskë me lule shtylle është ideale për ju. Pasi lule shtyllja është e pasur gjithashtu me vitaminën C, që ndihmon edhe në ribalancimin e pH-it në nivele akoma dhe më të shëndetshme, sidomos të yndyrnave të flokut tuaj. Grini një grusht me lule shtylle dhe përzjeni me një lugë gjedhe me mjaltë, një lugë gjedhe vaj are kokosi. Maskën e aplikoni në flokë dhe e mbani për të paktën 15 minuta. Më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Maska me tërshër është një alternativë shumë e mirë për rigjenerimin e flokut tuaj dhe ndihmën që ajo mund t'i japë për mbrojtjen më të mirë dhe natyrale të tyre. Kështu, rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për shëndetin tuaj të flokëve dhe mbi të gjitha edhe në përmirësimin e tyre. Maska me tërshër është shumë efikase nëse vuani nga zbokthi ose nga problemet me skalpi. Përzjeni një lugë gjedhe tërshër, një lugë gjedhe vaj bajamesh ose vaj ulliri. E aplikoni maskën në flokë të thatë dhe më pas e lani me shampo pas 20 deri në 25 minutash. Kështu, rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike për mbrojtjen e shëndetit tuaj të flokut. Për të realizuar një maskë ushqyese keni nevojë për 2 mollë, 1 banane dhe 250 ml glicerin për të hidratuar flokun. Përzjeni mirë dhe lini ashtu në flokë për 10 minuta. Flokët e thatë ka nevojë për ushqyes dhe frutat arrin të furnizojnë me të gjitha elementet siç janë vitamina D, rindërtojnë rrënjën për t'i dhënë asaj volum dhe shkëlqimin e munguar. Gjithsesi, nëse keni probleme të rënda të flokut, është e rëndësishme të drejtoheni te specialisti për të marrë trajtime të specializuara dhe të këshilluara për rastin tuaj konkret. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.